Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të premte datë 9 maj. Në gazetën Telegraf mund të lexoni: PS mbyll sot në orën 19 fushatën elektorale në Parkun Olimpik në Tiranë. Opozita, PD, ASHM mbyllin sot në orën 19 fushatën në Bulevardin e Ri, ish stacioni trenit. Takim me koordinatoren e Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, domosdoshmëri për mbushje e standardit të zgjedhjeve. Doktor Zekri Palushi: sondazhet një mjet i sofistikuar demokratik për të manipuluar mendjen njerëzore që perceptimi të kthehet në realitet. 80 vjetori fitores mbi fashizmin dhe kampi i internimit në Porto Romano si dëshmi e tmerrit fashisto-nazist. Në gazetën Dita mund të lexoni: antifashizmi dhe shqiptarët në këtë përvjetor të 9 majit. Antifashist, shqiptarët vinë gjithë krenari për kontributet që kanë dhënë. I pari dhe më kryesori ishte Lançi, e cila është cilësuar me të drejtë thellësisht unike. Pse Tirana me 37 mandate do të jetë qarku përcaktues për mazhorancën e ardhshme. Më në brendësi mund të lexoni: efekti bumerang i presidentit Trump. Zgjedhjet e 11 majit, gjirokastra mes votuesve historik dhe të zhgënjur nga politika. Më në brendësi po ashtu mund të lexoni: kuksi me mungesa atraksion turistik. Ushqimet që nxisin sëmundjet e KQI-ja mund ta lexoni nga rubrika e shëndetit. Në gazetën Panorama mund të lexoni: Shqipëria 1 euro, procedurat e dyshimta të nismës për fituesit lidhje me pushtetin. Rama parashikon marrjen e 88 mandateve në zgjedhje. Berisha e quan plan qesharak, i ke ditët e fundit në zyrën kryeministrore. PD do të fitojë, Bardhi tregon se çfarë u zgjidh qytetarëve vota me numrin 1. Sekretet që mbartin, gruaja që trashëgoi pikturat e Van Gogh. Amerikani Robert Prevost zgjidhet papa i ri i kishës katolike romane. Gazeta Panorama Sport hapet me lajmin: miliona për Dinamon, analiza e Redi Jupit. Historike, Giro d'Italia pushton Shqipërinë për 3 ditë. Tottenham United e Chelsea Betis 2 finalet e Europës. Liverpooli ofert për Kevin De Bruyne. Champions Inzaghi, më e mira nuk ka ardhur. Milani ndaj Bolonjës, kupa duhet të harrohet. Barça drek para Realit, do t'i ham.